Ndërkohë që është vënë në qendër të vëmendjes nga mediat, në lidhje me investimet e shumta që po bën pothuajse në të gjithë territorin e Shqipërisë, biznesmeni Pollum Salillari ka pësuar një humbje shumë të rëndë në familje. Bashkëshortja e tij, Afrodita, ka humbur jetën pas një betejë të gjatë me një sëmundje të pashërueshme. Kishte më shumë se 15 vite që gruaja e biznesmenit vuante nga sëmundja e rëndë, por kanë qenë pikërisht mjekët në shtetet me mjekësinë më të përparuar në botë dhe medikamentet nga më të shtrenjtat, ato që kanë bërë që bashkëshortja e biznesmenit të jetonte kaq gjatë me një diagnozë kaq të rëndë. Burime pranë familjes Salillari janë shprehur se pavarësisht sëmundjes, ajo asnjëherë nuk e humbi pozitivitetin dhe buzëqeshjen. Nusja e djalit është shtetase ruse dhe ajo i ka qëndruar pranë gruas së biznesmenit, duke u bërë pothuajse si një vajzë për të. Bashkëshortja e biznesmenit ka ndërruar jetë në moshën 64 vjeçare. Familja dhe kompania e drejtuar nga Pollum Salillari kanë dalë me një mesazh mortor për miqt dhe për të gjithë të njohurit. Bashkëshorti, 2 djemt, niprit dhe mbesat janë thellësisht të trishtuar për ndarjen nga jeta e njeriu të tyre të dashur.